Ora është 22, për sot puna në zyrë përfundoj, e nesër mëngjes udhtoj për në Syri, ku na pret mërgata jonë e dashur. Me 9 dhjetor kemi vendosur që ta organizojmë këtë tubim me bashkëdhetar, po atë ditë kemi prerë biletet e aeroplanit. Dikur për të udhëtuar në Zvicër është dashur planifikojmë 6 muaj më herët, me shpresë se ka termin të lirë edhe me më shumë shpresë që aprovohet viza. Pa numër vizita nuk janë realizuar, sa ditëlindja e nipit e mbesës nuk është festuar me gjysh në gjyshen, sa udhëtime universitare studentëve janë anuluar, e sa takimi ndër marrësve ka dështuar për shkak të terminit. Por ajo kohë ka shkuar dhe shumë mirë që ka ikur. Sepse kur e kemi shtetin e fortë, e kemi edhe pasaportën e fuqishme. Prandaj udhtojmë në zonën Schengen si të barabartë e të lirë pas një kohe të gjatë izolimi e maltretimi. Me qeverisjen tonë të mirë, liberalizimi i vizave u arret me punë, pa kompromise e pa shampanja, me që ishte e drejtë dhe merit e shtetit dhe e popullit të Kosovës. Miru pafshim në Zyri.